Në fundin e dhjetorit të vitit të kaluar u përurua. Mirë po as gati 5 muaj nga kjo, shërbimi i frytnimit të asistuar mjekësor në klinikën e ginekologjisë nuk është funksionalizuar. Siç merr vesh televizioni, kjo po ndodh për shkak që qendra klinike universitare ende nuk ka arritur ta bëjë furnizimin me gjithë terapinë e duhur, në mënyrë që të nisin procedurat për çiftet që nuk arrin të kenë fëmijë në mënyrë natyrale. Klan Kosova ka mësuar po ashtu që deri më tani furnizimi ka mbetur i pjesshëm. Ani se planet, klinika e ginekologjisë në vitin 2023 i kishte krejt tjera. Ka ecë deri tash puna dhe qysh është ka përfundimi, po shpresoj se këtë vit do të fillojmë. Atë në vitin tjetër presim edhe fëmijët e parë. Me që kjo nuk ka se si të ndodh, të paktën, drejtuesi i shërbimit të IVF-it, Leandret Bejtullahu, besonte që në marsin e këtij viti të fillonin fazat e para përgatitore drejt realizimit të kësaj procedure, gjë që as kjo nuk ka ndodhur. Deri më tani janë 1.000 çifte që janë paraqitur në sektorin publik e që duan të bëhen prindër përmes IVF-it, procedurë kjo të jetë e kushtueshme në sektorin privat. Ky shërbim do të jetë falas për 2 herë të para, ndërsa pas tyre do të kushtoj 670 euro. E se kur do të fillojë një mend nuk dihet, me që kokë nuk është përgjigjur në pyetjet e televizionit.